Problemi nuk jam unë, por mungesa e vullnetit për t'u angazhuar në një sjellje të re politike. Në respektim real, jo falso, të kushtetutës rregullore së traditës parlamentare. Kushtetuta rregullore apo tradita parlamentare garantojnë të drejtat e deputetit, por gjithashtu ndalojnë keq përdorimin e të drejtës. Keq përdorimi të drejtës duhet të jetë vija e kuqe, ku mbaron e drejta jonë për të folur e për të dëgjuar. Nëse do të bijem dakord për këtë, ashtu siç na detyron në fakt kushtetuta dhe rregulloria, gërma dhe fryma, ambicia dhe standardi evropian i parlamentarizmit, atëherë nuk do të përballemi me situata të shëmtuara që pamundsojnë zhvillimin e seancës. Por me sa duket nuk është kaq e thjeshtë. Në këtë mocion për shkarkimin e kryetarit të kuvendit na ka sjell rezistenca për të mos lejuar askënd në pozicionin që unë kam nderin të mbaj, të guxoj, të ndryshoj këtë sallë nga arenë dhune verbale në arenë të mendimeve alternative dhe politikës konstruktive, apo të shkurajoj personalizimin e diskursit politik, si pjesë e kulturës nga e cila duhet të ndahemi.